thanë edhe liderët e dy partive më të mëdha opozitare, nuk i kemi numrat, ata nuk i kanë numrat, unë nuk e di se cila do të jetë ajo zgjidhje, po gjithmonë do të me vlerësu tendencën për me zbloku situatën çfarë e kemë. Edhe mendoj që është iniciativë e mirë, unë më shumë kisha thonë që në reflektu edhe partia e parë, edhe një dhoni një drejtim sa më shpejt kësaj situate. A më të qeveri uniteti pa vetëvendosjen? Po, Dhe që s'ka vullnetin. nuk e di tani se si do të jetë ajo matematika e numrave prapë, domethënë nëse ne nuk i kemi numrat, si do të duket ajo qeveri pa vetëvendosje. Kur e dim që ka dalë partia e parë në zgjedhjet e fundit, prandaj unë nuk e shoh si ofertë pa vetëvendosje, më shumë e kam parë si e përgjithshme për një afat kalimtar deri në pranverën e ardhshme. Por prapë mbetet që leadershipi le të vendosë, ne jemi këtu për me do përkrajë. Në rast se do të bëjë, ato duken që janë 15 pika që kërkojnë më shumë kohë se sa periudha që e ka kjo qeveri nëse të bëhet? Po nuk janë as Bibel, as Koran, ato mund ndryshohen, megjithatë është një ide fillestare e cila duhet më trajtu, po të shohim tash. Mund të ketë lëvizje, po prapë unë e pacha deklaratën e ish-kryetarit të Kuvendit që thanë 2 javë të ardhshme mund të ketë ndryshime. Ma shumë jemi primi besu ish-kryetarit të Kuvendit, që ndoshta do ta bëjmë një ofertë që la jap zgjidhje.